Shikoni se çka heqë shkreta. Kemi lujt me kuku. Shikoni çka ka heqë shkreta gjithë ditën. Aj, shikoni qa bëhet. Po si s'ke turb mi gotë, se kisha dhe motrat këtu. Jo, si ishte për të duar trokit, nuk ishte. Kjo ishte për të këm trokitur. Kjo ishte të mërshme, si do e hedhë në gjyq si emision. Po si ndodhi kjo që e morët e si pranove o gotë të rol? Do më thënë ty me të dhone e rol, këshu, sa shubi? Nuk i thu jo rolit. Ne të citimi aktor, por tani, se kjo është historie të mërshme. E të mërshme është okej, mirë është po. Leseshme, po, varet të në qfarë. Si kë shpirti, si ishte kë? Si jam men. A mo mos ja. Dëgjoj tani. Për të dolën lafet që është i dashuri. Po. Dëgjoj tani. Jovane kështë emri se e di Jovani. Fillum neve me selektu, këtë merim një model interesant, se e projektum këtë klipin që do ishte gjithë kohës për mua. Jo, thjesht një sekuencë që do fusësh për shembull një personazh tjetër dhe ishte pak problem. Se nga eksperiencat të kaluara të hidhura, ne donim një macho, një burr. Një burr për klip gjithmonë. Edhe, okay, stafi e zgjodhi këtë bukurosh, king, interesant. Tani këto vinte ne ishim në lokacion, edhe këto vinte disa orë përpara xhirimeve. Fatkeqësia jonë. Se i thash unë dëgjoa, mu më duhet ta njoh atë. Si edhe një çik më përpara se unë do ta puth çonin e botës. Nuk mund ta puth ashtu direkt. Po. Bëjmë ne muhabet domethënë që ndjenja jam. Bëjmë ca prova, po. Po sigurisht. Siç bëhet gjithë botën. Okej, ai më erdhi disa orë, erdhi në momentin e fundit. Direkt përputhje ai. Dhe që ja parë. Ai kështu. Ai e kështu. Dhe që ja parë, dhe më që i bëm neve njëri lym flokët. E dekolorum çunin e botës. Po duke mos pas shumë minutazh. Sepse do xhironim liljen e diellit. Edhe domethënë ja lym flokët, jo unë, personalisht, ja lym Miranda në këtë rast, ja dogjëm flokët të shkretit. Edhe pa u bëm mirë 45 minuta, shpejt 20 minuta, shpejt tiqani flokët, tiqani, doli koka ku portokall. Dela nga banjo, del nga aleja. Nga aleja pra, s'është kjo banjo. Edhe metëm gjithë në mirë. Po ku e more këtë kapele karoto quni tam, që ishte me flok brut tjetri. Ikim gjyrim, i them unë tani regjizorit, Albanit, gjo, të lutem, do ja shpjegosh qik djalit që do ketë shumë punë me mu. Do manë do kemi marrë dhe një raport interesant si dy njerëz që duhen. Po. Edhe shkoj unë njëri i them këtij gjo, për 24 orë, unë jam e dashura jote. Kështu i them fillim. Do bësh që të duash. Ue. Dhe më thënë, avash, po do bësh të duash. Avash, do me thënë me roba, po. Përsa ku, kamera lejon. Okej. Ja shpjegojmë në ati, u veshëm si për mëngjes, etj. I thot tani regjizorit gjo. Jovan, të lutem, afro, puthe Arlenën, një puthje e letë mëngjesi si që japin e din partner njëri tjetrit. Okej, dhe taj, në fillim mëngjes fare, ishte heret, ishim këshon. Më vonë, që filloj unë dze situata, dhe me dhenë, erdi koha drekës, me hëngër kishim grënë, ishim ushqy, e thot, dëgjo tani Jovan, do t'jap Sharlens një puthje të vërtet, e kape dhe puthe. Okej. Pas e përgjërë, dëgjo, në mëgjes ta, ju ishit, pastaja ta. Dhe me dhe da, s'ka njeri që ju ndanë. Dhe për zotin, ma qaj halin, atë shumë u lodha dhe unë përsita i thash, djo, për pisë s'ka më
nuk du moj, thash me puth. Erdi pjesa darkës e realizuam në një ditë, se nuk kishim as kohë mjaftueshëm për ta bë. Dhe erdi darka, okej. Dgjoj tha regjizori, si do e mbyllim tha te zjarri? Do e mbyllim tha me një puthje romantike. Apo tha, shtrije çuni, shtrijesh ti si për ti, edhe bjep një puthje, vasho çuna. Por sot tash bosën ka dal gjua mrapa dhe ne s'du mo. U lodhemi Arilena tu. U lodhesh lodhje. Lodhet njeriu. Okej, tani mami ka me thënë dëgjoj. Kjo s'është goca ime, unë se njoh. Mami, më kur del aty në lagje, kështu, du dëshë shpesh. Harmi goca! Goca, Si janë shqiptarët. Kalon për shumë mami jo dhe thonë, kësaj që ju puth goca në klip. Si kjo që i puthet goca në klip. Se e bukra, kur e tregova 2 klipet, Last Train to Paris dhe këtë tjetrën, e pa Last Train to Paris, sa i bukur, tha, filozofi. Pa këtë tjetrën e pa njerë. Gjota, ma tregoj dhe jeri këtë dytin? O pse, duhet është se kuptove? Ma tregoj dhe jeri qik, ta shotë të pisa puthjes. Isha se ka pak të montajin. E ka parë. Jo, këtë të dytin. E ka parë. Po mirë pa që shumë që kemi mirë atere. Që do mbish mbarrim. Që thua ti, moj Arilen, që thua ti, se ky çuni, ky që u folë sikur ishte i dashur i Arilenës, ala me djali, ta hash. Më i mirë se Seldi. Seldi që e marë Seldin shuja. Seldi është shumë simpatik. Po, ne moj ti motër. Që thua ti? Që thua ti moj motër. Në të keqen hala. Këtë Jovanin. Jovan Bregu. Jovani. është e Jovani të mërshëm. Jovan Bregu. është normalizi kë. Po nuk është shqiptar, është... Që thua ti ne e morëm atë motër dhe kemi sjedur këtu zotrin. Ikse do puth! Prisni puthësin! Jovani të mërshëm! Hi Jovan, how are you? Mos! Thaj se po e puthë shumë. I thought you will kiss her in, like, the movie, like the video. Unë se njo këtë. Mos pësil këshu njerëzit që si njo. You can see it. Hi! Hi, Jovan. O, zot. O, drap një pik. Hello, Jovan. Do you love Arilena? I adore her. What? I adore her, of course. Oh, e adhuron, moj, nuk e do, moj, e adhuron. Ata përgjë grupën. Jovan. Sa dhe mbash? Did she kiss you in the way you wanted? A të puthi Arilena në mënyrën që ti doje? Yes, she did. Okay. I understand what you are going to ask me. What? I wasn't sure if I get the question right. Yes, because my English is not perfect, because... Neither is mine. Yeah. When you kissed her, Yes. okay? Never mind. Merë me o zot. Look, po flasim shqip që ta kuptojmë neve që flasim shqip. Ne do bëjmë një test. Okej. Do bëjmë një test. Ha më bëri dhe ndire mu. Ma, da me të mimo. Po, kjo testi nuk më pëlqen. Po qas pëlqen? është test Tazan... Jo, më falë sotë. është një test puthjesh. Ja, për zotin. Jo. është një test puthjesh që do bëjmë tani. Për zotin. Dhe do të shofim... Për ti s'kam futas mente. Do shohim tani se sa e mban mend Arilena puthjen e Jovanit. Jo, iko ti. Po. S'pun qunat e botës o. O, zot. Atëhere, Arilena, a mund të vish pak këtu? Jo. Po, të lutem, hajde pak këtu. Jovan, you can stay there. Please. Please, Arilena. Dhe shofësh, s'ka problem, do më kërkosh në derë. Mund t'i vësh pak syze e gjumit, po mos li. Okej. Mirë, vinë edhe çunat e iModels. Yes. Shko. Meshme. Yes, you leave it there. Okej. Atëhere, ec pak me mua këtu.
Arilena, ty do të puthin... Jo për zotin s'ka për të puth asnjë. Do... Pas ka shans domethënë. Atëherë, ty do të puthin lehtë. Lehtë. Kush më nxito çuna? Jo, të gjithë, nuk janë shumë. Çfarë jam unë, burr? Është vetëm kombëtarja që ka ardhur. Jo. Një sekond. Dhe ti do të gjesh se cili nga këta është Jovani. Mos e ngresh shumë kokën. Atëherë vjen i pari. Okej. Këtu. Jo, mos të mpudhi, s'ka shans, më vetëm ta. Arilena, kjo është një gjë që duhet ta vërtetojmë. Gjë e cila unë s'kam rënë dakord për ta bërë. Atëherë, i pari... Jo, prit mos pudhi! O, zot, se po e bëjmë këtë? Arilena, do ta bëjmë këtë lojën apo jo? Se kjo është loja jonë që duhet ta bëjmë tani. Ne e kemi vendosë. Qa mund të bëjmë shumë dhe botës? Duhet këthyjesh kështu. O, zot. 1, 2, 3. Po e majte dorën aty ti çfarë bëm? Mos put, pash zoti, mos put. Jo, prit. Ati është ti prek në përftyr që ta kuptoj. Jo, do e kemi lënë me puthje tash. Kush e ka lënë me puthje? E kam lënë unë mi. Është emisioni im. Hajde. 1, 2. Po. 1, 2, 3. Okej. I vjeni dyti. O, prit njëra, avash, ti qëtësoj, direkt erdi këtë tjetëri. 1, 2, Prit. O, një moment o ti se si për ty të dhe shpejt. Po që s'do i hash puset Po që, si mund të budin gjithë të mu tani, prit njërë. Një për mjerë. Hajde. 1, 2, 3. Okej, kështë Jovani. Jo, nuk e gjete! Dësirë. Ky shkreti dhe kjo është shkreta ngelën pa të buth. Më të kështë put Kevina të faktën. Dësirë. Ishte Jovani të mërshëm që identifikove, po ky e dium se e gjete ti, se të futi dorën. Ta shkretet nuk e kanë atë konfidencë, të Beli, të futi dorën të Beli. Jovan, thanks for coming, quna, fajnderit që erdhen. Më do përshnes Jovani. Misa të putet ta.